Për besimtarin do ndërmjetësojnë shumë gjëra. Do ndërmjetësoj për shembull namazin. Dikush që e ka falur namazin siç duhet, që është dalluar me namazin e tij, ai do të ketë mundësi pra që të ndërmjetësohet nga namazi. Dikush i ka kushtuar shumë rëndësi agjërimit. Dhe agjërimi do të jetë prej ndërmjetësuesve të tij në botën tjetër. Pra do të jetë një mundësi më tepër për të që të futet në xhennet, që të falet nga Allahu xhaleshanu për mëkatet që ka bërë. E shumë vepra të tjera. Mund të themi një dua për një person, mund bëhet shkak që besimtari të futet në xhennet, të fitojë kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Një ndërmjetësues i madh është Kurani famullar. Ai i cili e lexon Kur'anin famullar, i jep vlerë atij. E lexon siç duhet të lexohet, siç meritohet të lexohet Kur'ani, ai do të fitojë pra një mundësi ndërmjetësimi në botën tjetër. Qoftë edhe një vepër e mirë e rëndomt, që ndoshta ndonjëherë njeriu thotë ha mëse s'ka problem, ta bëj, mos ta bëj. Pra një vepër e mirë e rëndomt mund bëhet shkak që besimtari të fitojë xhennetin.